në 100 ditëshin e parë do të vazhdoj realizimi atyne projekteve të cilat janë duke u realizuar, përfundimi i asfaltimit gjithë rrugëve të cilët ka nisur të asfaltohen e të ndërtohen para zgjedhjeve, për të treguar që ata rrugë nuk kanë qenë të destinuara vetëm për të fituar vota, por kanë qenë të destinuara për t'u shërbyer qytetarëve. Në 100 ditëshin e parë do të realizohet edhe premtimi për transport publik falas. Atje nuk e përmenda në pjesën hyrëse që premtimi që çdo nxënës që do të regjistrohet nga viti i ardhshëm shkollor në klasë të parë do të ketë nga 100 euro për materiale shkollore. Pra gjithë ata premtime të cilat teknikisht mund të realizohen në 100 ditëshin e parë do të realizohen. Këtu unë besoj që në 100 ditëshin e parë do ta kemi të gatshëm edhe planin e mobilitetit, me çka do të kemi zgjidhje përfundimtare për çështjen e kaosit në komunikacion edhe për çështjen e parkingeve.